Skënder Hita i zhbesuar mandati 5 vjeçar për drejtimin e policisë së shtetit. Vendimi për emërimin e tij në krye të bluve është marrë sot nga qeveria shqiptare pasi emri i tij u propozua nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Lajmi u bë me dije nga vetë ministri, i cili në një postim në rrjetet sociale shkruan se ky vendim është i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Hita, 46 vjeç, garoi përballë 13 kandidatëve të tjerë, mes tyre emra të rëndësishëm dhe me karrierë të gjatë në radhët e policisë së shtetit. Emri i tij rezultoi ndër kandidatët më të vlerësuar nga procesi konkurrues dhe ju propozua qeverisë nga ministri. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuan vendimin për dhënien e gradës drejtues madhor dhe emërimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Skënder Hita. Ky është një vendim i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hita ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar nga një proces konkurrues, duke dëshmuar përvojë të spikator, vizion të qartë strategjik dhe angazhim të palëkundur ndaj ligjit dhe qytetarëve. Policia e shtetit ka një rol kyç në garantimin e rendit dhe sigurisë publike, prandaj drejtimi i saj kërkon jo vetëm aftësi profesionale, por dhe ndershmëri, etikë dhe përgjegjësi të lartë publike. Jam i bindur se në drejtimin e tij policia e shtetit do të vijojë të forcojë performancën të rrisë besimin e qytetarëve dhe të përmbushme për kushtim misionin e saj në shërbim të sigurisë dhe shtetit të së drejtës, shkruan në rrjetet sociale ministri i Brendshëm. Në 5 vitet e fundit, Hita ka qenë drejtues në qarqet më të vështira në vend: Shkodër, Durrës, Dibër dhe së fundmi në qarkun e Fierit.